Europa po përballet me një valë të fuqishme të nxehti, me temperatura që po afrohen gati 40 gradë Celsius në disa vende. Temperaturat ekstreme kanë sjellë paralajmërime zyrtare, probleme në transport dhe shqetësime për ndikimin tek njerëzit, kafshët dhe zona turistike. Në Madrid, banorët dhe turistët përdoren ventilator, pinin pije të ftohta dhe kërkuan hije për të mbrojtur nga temperaturat që ju afruan 40 gradëve Celsius. Autoritetet spanjolle lëshuan alarm të kuq dhe portokalli në disa rajone, duke paralajmëruar për rrezikun e vapës ekstreme. Vizitorët në kryeqytetin spanjoll thanë se mënyra më e mirë për ta përballuar të nxehtin ishte hidratimi i vazhdueshëm dhe qëndrimi në ambiente të freskëta. Disa turistë, përfshirë edhe një vizitor nga Kanadaja, krahasuan temperaturat me verat e nxehta në Amerikën e Veriut. Edhe Kroacia u përball me fluks turistësh drejt plazheve, ku njerëzit kërkuan freski në det, ndërsa temperaturat arritën rreth 30 gradë Celsius. Në Paris, banorët u futën në kanale dhe hapësira ujore për të gjetur lehtësim nga vapa. Autoritetet franceze shpallën paralajmërime të kuqe për mot ekstrem në disa zona dhe u kërkuan qytetarëve të shmangin ekspozimin e gjatë në diell. Ekspertët paralajmërojnë se valët e të nxehtit po bëhen më të shpeshta dhe më intensive, duke krijuar sfida të reja për qytetet evropiane. Ndërsa vera sapo ka nisur, autoritetet po përgatiten për temperaturat e tjera ekstreme në javët e ardhshme.